Të dhënat e fundit të Eurostatit tregojnë se në vitin 2024, Maqedonia e Veriut është renditur si vendi më i lirë për ushqim në Evropë. Shporta standard e ushqimit kushton mesatarisht 73 euro, që është 27% më pak se mesatarja e Bashkimit Evropian, e vendosur në indeksin 100. Kjo e pozicionon vendin përpara të gjitha shteteve të BE-s, por edhe të vendeve të rajonit. Në anën tjetër të listës ndodhet Zvicra si vendi më i shtrenjtë për ushqim, me një shport që kushton 161.1 euro, ose 61% mbi mesatarën evropiane. Pastaj renditet Islanda dhe Norvegjia. Brenda Bashkimit Evropian, Rumania është vendi më i lirë për ushqim, ndërsa Luksemburgu më i shtrenjti. Evropa e Juglindore dhe Ballkani Perëndimor në përgjithësi mbeten rajone me çmimet më të ulta të ushqimit. Është e rëndësishme të kihet parasysh se ky krahasim nuk paraqet tërësisht pamjen ekonomike dhe standardin e jetesës mes vendeve. Ushqimi mund të jetë më i lirë, por fuqia blerëse e qytetarëve ndryshon ndjeshëm nga një ekonomi në tjetrën. Paga mesatare neto mujore në Maqedoninë e Veriut është rreth 740 euro, ndërsa në Zvicër rreth 5500 euro, çka krijon dallime të mëdha në fuqinë blerëse. Në vendet me të ardhurat më të ulta, ushqimi zë një pjesë më të madhe të shpenzimeve mujore, prandaj edhe rritjet e vogla të çmimeve kanë ndikim shumë më të ndjeshëm në jetën e përditshme të qytetarëve.